Historia ime. Pas 26 vitesh në një lidhje, 17 prej tyre të martuar, ajo zbuloi diçka që i ndryshoi jetën. Bashkëshorti i saj kishte një lidhje tjetër. Dhe më e dhimbshmja, nuk bëhej fjalë për një gabim të momentit. Tradhtia kishte zgjatur për një kohë të gjatë dhe ishte mbajtur e fshehtë. Kur ajo kishte dyshuar dhe kishte kërkuar të vërtetën, gjithçka ishte mohuar, derisa një ditë e vërteta doli në dritë. Martesa përfundoi, por edhe pas divorcit, historia nuk mori fund menjëherë. Për shkak të rrethanave, të dy vazhduan të jetonin në të njëjtën qati edhe për 2 vite të tjera. Më në fund, ajo u largua dhe nisi një jetë të re. Për rreth një vit jetoi vetëm, së bashku me djemtë e saj tashmë të rritur. Pas 26 vitesh në një marrëdhënie, i u desh të mësonte përsëri se si ishte të jetoje vetëm. Dhe pastaj njohu dikë tjetër. Sot ata kanë më shumë se një vit bashk. Duhej të ishte një fillim i ri, një mundësi për të dashur përsëri. Por pikërisht atëherë filloi një problem tjetër, frika. Partneri i saj është 9 vjet më i ri dhe të dy punojnë në të njëjtin ambient, ku shumica e kolegëve janë gra. Dhe sa herë që ajo e shet duke parë një grua tjetër, në mendjen e saj ndizet me një alarm. Jo sepse ka zbuluar diçka, jo sepse ka prova se partneri po e tradhton, por sepse ajo e ka përjetuar më parë. Dhe truri i saj i thot, po sikur të ndodh përsëri. Ndonjëherë mendimi i parë është i jap fund lidhjes, të largohet ajo e para, sepse nëse largohet vetë, ndoshta mund të shmangë dhimbjen që ka frikë se do të vijë. Por më pas i lin një pyetje edhe më e vështirë. Po sikur këtë herë të jem unë ajo që po shkatron diçka të mirë, dhe kjo është dilema e saj. Si mund t'i besosh përsëri dikujt, kur një herë besimi yt është thyer në mënyrën më të dhimbshme? Në një përgjigje për këtë histori në The Guardian, kolumnistja Eleanor Gordon Smith shpjegon se kjo frikë është e kuptueshme. Pas një tradhtie, njeriu mund të përpiqet të mbrohet nga një dhimbje e dytë. Por problemi është se të largohesh nga një marrëdhënie vetëm nga frika se mund të lëndohesh, nuk do të thotë domosdoshmërisht se je i sigurt, sepse frika mund të bëjë të dyshosh vazhdimisht, të analizosh çdo veprim të partnerit dhe të largohesh edhe kur nuk ke asnjë provë se diçka nuk shkon. Dhe kështu mund të humbasësh një marrëdhënie të mirë, vetëm për të mbrojtur nga një histori e vjetër. Në fund të fundit, ajo tashmë ka kaluar në për atë që dikur mendonte se nuk do të mund ta përballonte. U tradhtua, u divorcua, jetoi për një kohë në të njëjtën qati me ish bashkëshortin, dhe megjithatë vazhdoi jetën. Ndoshta sfida e saj më e madhe tani nuk është të zbuloj nëse partneri i ri do të tradhtoj, por të mos lejoj që tradhtia e një njeriu nga e kaluara të vendos se sa dashuri mund t'i lejoj vetes në të tashmen. Po ju çfarë mendoni? Nëse dikush është tradhtuar rënd në të kaluarën, a duhet t'i jap një marrëdhënie të re një shans të plotë? Apo është normale të ketë gjithmonë frikë se historia do të përsëritet? Ju lutemi shkruajeni mendimin tuaj në komente. Historia ime.